Për të filluar, a mund të përgjigjeni kësaj pyetje? Ku e shihni veten pas 10 vitesh dhe çfarë mendoni se do jeni duke bërë? Pavarësisht nëse e dini apo jo përgjigjen, parashikimet tonë është thjesht e paparashikueshme, më shumë se sa kurrë më parë. Le të kërkojmë ndihmë Mary Smith. Jemi në Londër, viti është 1920 dhe Mary Smith është në punë. A mund ta merrni me mend se çfarë po bën? Jo, nuk është në një instrument, ajo nuk po luan muzikë. Brenda asaj pipse të vogël ka një bizele të thatë, e drejtuar drejt një dritareje herët në mëngjes. Puna e saj ishte të zgjonte punëtorët e fabrikës për turnet e tyre. Por a e bën ende dikush punën e Mary Smith sot? Me opsione më të lira, më të lehta dhe më efikase, Mary e humbi punën, po ashtu dhe gjithaj profesion. Ashtu si dhe operatorët e parë të telefonit, kapësit e mijve, prerësit e akullit, ndezësit e llampave dhe shumë profesione të tjera që sot janë harruar. Sot, stërmbesa e Mary Smith, çfarë është? Pilot e droni, ose sido që quhet ajo në gjuhën tonë. Dhe nëse hapim ndonjë portal lajmesh, do të shohim lehtësisht gjëra të tilla. Në fund, kjo nuk është një shaka, është normaliteti i ri. Transformimi i biznesit dhe punës ilustrohet më së miri me këto ikona. Kompania më e madhe e taksive në botë nuk zotron asnjë automjet, Uber. Ofruesi më i madh i akomodimit nuk ka në pronësi asnjë pasuri të paluajtshme, Airbnb. Media më e njohur nuk krijon asnjë përmbajtje, Facebook. Kompania më e vlefshme e fotografive nuk shet as kamera edhe as foto, Instagram. Kompania televizive me rritjen më të shpejtë nuk zotron frekuencë dhe nuk është pjesë e rrjeteve kablore, Netflix. Shitësi më i madh me pakicë nuk ka asnjë dyqan, Alibaba. Monedha më e vlefshme, megjithatë nuk ekziston fizikisht, Bitcoin. Dhe çfarë ndryshimesh do të sjellë inteligjenca artificiale në të gjitha fushat e jetës? Vlerësimet tregojnë se në 20 vitet e ardhshme, 40 deri në 50% e vendeve të punës që ekzistojnë sot do të zhduken. Pra, çfarë do bësh ti si njeri? Nëse je ende në shkollë, ka shumë gjasa që do të ndryshosh 17 vende të ndryshme pune dhe të paktën 5 profesione krejtësisht të ndryshme përpara se të dalësh në pension, që për hir të së vërtetës ndoshta nuk do ta kesh fare. Disa nga ato profesione ende nuk ekzistojnë. Pra, si duhet përgatitemi për të ardhmen? Çfarë aftësish duhen zhvilluar? Dhe si mund të krijojë shoqëria jonë një sistem arsimor që të përballojë kaq ndryshime të shpejta dhe masive? Modeli linear i arsimit shkon pak a shumë kështu. Shko në shkollë, mëso, kryesisht teori, më pak praktik, testohu, merr diplomën, gjej një punë, puno dhe pastaj rest in peace. Por, a është ende i vlefshëm ky model sot? Jo. Mënyra më e thjeshtë për ta shpjeguar. Ti je si një smartphone. Okej, tingëllon çuditshëm, por ja pyetja. Çfarë i duhet Instagramit për të funksionuar siç duhet? Po, përditësime. Dhe të gjithë e dimë që përditësimi nuk është pikërisht gjëja jone preferuar për të bërë. Sa shpesh duhet përditësohesh? Po e shpesh, sa dalin funksione të reja. Okej, po për sa kohë do duhet të bëhet ky përditësim? E po, për aq kohë sa do dua të përdor atë aplikacion. Pra, me pak fjalë, ndërsa punojmë, do na duhet vazhdimisht të përditësohemi, të mësojmë dhe të zhvillojmë aftësi të reja për gjatë gjithë jetës. Kaq e thjeshtë. Disa e quajnë këtë të mësuarit gjatë gjithë jetës, por sido që ta quash, kuptimi është i qartë. Tani, ty kush të ndihmon me vendimet për karrierën dhe zgjedhjen e profesionit? Sipas kërkimeve tona, burimet kryesore të informacionit për të rinjt janë prindrit dhe familja, 29%. Platformat online, 20%. Mësuesit, 18%. Miqt, 18%. Si puna atyre që thonë, do studiosh drejtësi? Super, po vi dhe unë me ty.
Ato ofrojnë këto burime vërtet njohuri të dobishme për zhvillimin e karrierës. Jo shumë. Në çdo rast, thjesht të ulesh dhe të presësh nuk të çon askund. Kujdesi për të ardhmen tënde si babysitter nuk funksionon. Të duhet veprim, proaktivitet, të eksplorosh opsione, mjete dhe mënyre të reja për të përditësuar dhe për të investuar tek vetja. Dhe pak ndihmë nga një joker.